Përshëndetje të nderuar miq, qendrëstar, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i nderuar kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta, të nderuar miq, se është shi, se është vap, se çfarë kohë se është ftohtë akull siç është sot, qytetarët, qendrëstarët e kanë ndarë mendjen, misioni është një dhe i vetëm, qeveri teknike, largimi Edi Ramës, largimi hajdutëve, largimi karteleve nga institucionet e shtetit shqiptar. Sot në parlament pam se si Lubi Balluku me arrogancën më të madhe, me një nënqeshje prej kriminele, shikonte jo deputetët e opozitës, por qytetarët shqiptar që e ndiqnin nga shtëpiat e tyre. Me atë arrogancë i shikonte dhe ja u thoshte në sy: po, unë ju vjedh dhe unë qëndroj këtu, sepse Edi Ramën e kam bashkë me vete, se vjedhjet i kam bërë me këtë. Unë qëndroj këtu me 300 apartamente, dërsa ju sot nuk blini dot një shtëpi. Unë qëndroj këtu, thoshte Lubia, me qindra miliona euro të vjedhura nga xhepat tuaja, popullit më të varfër të Europës, sepse në vjedhjet e mia kam kapur dhe Edi Ramën. Dhe të gjithë, si Qeço, bashk hajdutët e pushtetit, pseudo deputetët e partisë karteleve, votonin për t'i mbyllur gojën opozitës, për t'i mbyllur gojën qytetarëve shqiptarë. Sepse të nderuar miq, opozita nuk po flet dot për ligje, sepse këtu ka vetëm denoncime. Opozita nuk lejohet flasi për qytetarët, sepse duhet të mbrohet Ergys Agasi. Opozita nuk lejohet që të denoncojë në parlament dhe prandaj mbyllet parlamenti, se pas çdo denoncimi janë kartelet e Edi Ramës, është vetë Edi Rama, të harrojë çdo kush se mundet Lubi Balluku të vjedhë i qoftë edhe 1 cent pa Edi Ramën. Dhe kushdo bashkhajdut i tyre, nga Elisa Spiropali, tek Tauland Balla dhe tek gjithë bashkhajdutët e tjerë, as 1 cent nuk vjedhin dot pa firmën e Edi Ramës. Ndaj ky vend nuk mund të shpëtojë as 1 sekond, ndaj qytetarë shqiptarë nuk mund të shpëtojnë, për sa kohë në krye të qeverisë është Edi Rama. Pra për çdo qytetar, për çdo shqiptar, nëse duam të shpëtojmë të ardhmen e këtij vendi, fëmijët tanë, vendin ton, qytetarët shqiptar, zgjidhja është një dhe e vetmje: përballje, 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 përballje. Përballje kudo, në çdo rrugicë, në çdo lagje dhe në çdo institucion. Nderuar miq, asnjë vend nuk ka parë skemën kriminale të karteleve që pam tek Akshi. Që kartelet të marrin peng një biznesmen sa ankimon një tender korruptiv, të merret peng se tenderin duhet ta marri Baxhanaku i Edi Ramës. Pra tenderin duhet ta marri Edi Rama. Merren dhe sakatohen në për torturat e kriminalëve si Suhel Qela, që parat të shkojnë tek familja Rama. Ky nuk është shtet, ky është narkoshtet. Ndaj nuk mund të ketë asnjë dialog, nuk mund të ketë asnjë diskutim, sepse me narkoterrorista nuk mund të flitet. Ndaj dhe çdo qytetar, le të bashkohemi në datën 24, në ora 5, për një qëndresë qytetare, patriotike, kundër narkotrafikantit Edi Rama. Faleminderit.